Çfarë përfaqëson Aza Electronics për familjet shqiptare, duke qenë që keni shumë vite që jeni në treg? Ne ofrojmë të gjitha produktet elektroshtëpiak. Çfarë ka ndryshuar tek pajisjet elektroshtëpiake ndër vite? Tashmë produktet janë bërë më inteligjente. Si funksionon kjo pjesa A++, A++++? Sa më shumë pluse të ketë, aq më i lartë është dekursimi i energjisë. A është sot teknologjia një domosdoshmëri apo shihet ende si një lloj luksi në familjet shqiptare? Kanë integruar edhe kamerën në frigorifer. Po unë them për shembull, të atë copën e tortës vogël në shtëpi dhe ti e shef se kush ta ka hëngër pastaj. Sot që flasim, Aza Electronics ka gamën më të gjerë të produkteve elektroshtëpiak dhe larmishmërinë më të lartë të markave. Pajisje smart apo pajisje klasike? Patjetër që pajisje smart.